Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin me ju. Miq të nderuar, ja ku po takohemi sërish me programin ton së bashku me hoxhallarët tan. Sot e kam një mysafir tepër të veçantë. Është një hoxh, një profesor, një veteran i arsimit, cilët ne gjeneratat e reja pas Allahut madhruar i detyrohemi për sukses. Është ky profesori, hoxha ynë nderuar Bajrush Efendi Ahmeti, cilit në emrin tim dhe tuaj i dëshiroj mirëseardhje. Hoxha nderuar, mirë se vini në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën. Ju edhe më parë keni qenë mysafir në studion tonë dhe për shikuesit e PIS TV-s jeni i njohur, por për të shpalos detaje dhe hollësi nga aktiviteti, nga puna, nga kontributi juaj i çmuar, ne kemi patur dëshirë që t'ju kemi prap në studion tonë. Atëherë për kënaqësinë tonë dhe të publikut, do të mund të na tregoni pak për jetën tuaj. Kush është Bajrush Ahmeti, kur dhe ku keni lindur, shkollimin tuaj fillestar e kështu me radhë. Unë kam lindur në katunin Orlan, komuna Podijevës, me 12 qershor 1940. Shkollën fillore kum krye në Orlan 4 vjeçare, pastaj e kum ndërpre mësimin nga kushtet ekonomike për 10 vite me radhë, ju marrë me diçka tjetër, jo me shkollim, po nuk ishte vonë kur ka vullnet, nuk ishte vonë kur. Edhe mas 10 viteve e kom filluar. Keni vazhduar shkollën fillore, shkollimin fillor. Shkollën fillor me provime private, edhe ato një katun Këqekoll atje. Po në rregull, gjatë kësaj kohe keni mësuar diçka për fen, keni ndjekur ndonjë kurs tek ndonjë hoxh në xhami? Në xhami më fal rregullisht. Mandej kam marrë në Prishtinë 54-shin. Jeni shpërngulur me familjen? Me familjen të gjithë. Dhe këtu ka lindë interesimi juaj për të shkolluar? Jemi shkolluar, kemi falë, po mendoj edhe, para se me fillue, ashtu familjarisht. Do doja të di si lindi ideja që ju të vazhdoni me mësimet fetare, pra të vazhdoni shkollimin e mesëm në... Po medresja punonte me atë programin e ult, medresja e ult, edhe në xhamia knëshin zonësat me vlude, edhe aty më ka lind ideja se edhe unë, inshallah, kur janë bë 10 vjet, po mendoj pa shkollim, vllaznia u bën 3 vllazë në punë, u kom thonë tasha ma ljenerenin mu shkollua. Vllau i madh. Çfarë moshe keni qenë këtë kohë, kujtoni? Kur keni... Po këtë kohë, mas ushtrie. Mas ushtrie. Ushtrinë e ku kryu me 4 klasë fillore. Mandej, u thash vllazëve, vllau i madh tha veç a munësh, edhe kom shkuj kryu filloren, edhe qatë vit që kom startuar në medrese, është bëhe mesme, në vitin 1962. Me gjithë se pat një farë probleme aty, për shkak të moshës, por me gjithë atë, drejtor ishte Haxhi Ismail Hakiu, rahmetullah alej, tha po të shohëm se je interesum, po të marrëm si ndigjues në fund vitit e provim privat. Do të thotë që ju keni vazhduar mësimin jo si nxënës e rregull, por se keni dëgjuar, po lëndët pastaj ju jeni shtruar provimeve. Vitin e parë. Vitin e parë. Vitin e parë, vitin e dytë jem regjistruar rregullt, edhe si rregullt. Meqense ka qenë vërtet një kohë krejtësisht tjetër, rrethana tjera, a mund të na përshkruash pak atë gjendjen, problemet me të cilat jeni ballafaquar? Sigurisht nuk kanë qenë vetëm problemet natyrës materiale, po kanë qenë për shkak të pushteteve dhe probleme tjera. Si ka tingëlluar që njëri të vazhdon mësimet fetare? Si ka qenë atë kohë, do të thotë çfarë ndjenje ka qenë që ti jesh hoxh?
A ka qenë ta zëm vetëm një ndjenjë, si them kësaj kënaqësie, apo krahas kësaj për shkak të sistemeve të asëkoshme, ke mund pak ta ndihesh veten se jo dhe mirë integruar në shoqëri? Jo, ai sistemi dihet, sistemi komunist, por nuk ka qenë i egër si në Shqipëri, për shembull. Ka qenë më tolerant. Ma tolerant, veç mos mi përzihen punë tyne, nuk i kanë njek që shenë ndjek diku tjetër. Mirë, po shoqëria ma kanë pa për të madhe, se i kisha të vllazën për puna, do pozita ashtu, e që kuj ki i vllaznit ti, e ti po dëmë mu bo hoqë. Thash, ata e kanë zjedhë problemin e vetë, unë e po dhu me zjedhë temin. Edhe e kom fillua, Zoti më kanë ndihmua, edhe kom kryu me sukses medresinë. Çfarë mund ta flisni për medresinë asaj kohe? Cilat kanë qenë plan programet, sa ka qenë e vështirë të realizohen mësimet, sa keni patur literaturë? Ato, veç unë e thash se kom fillua në të mesmen, në 62-shin, i kishin bo do plan programe, po tekste fare heq, kur fare. As një tekst nuk ka qenë, të gjitha me shënime. Me shënime kemi marrë, hoxhallarët kanë punue, brenda mundësive, pa kursye mundin e tyre, ne kanë dhënë shënime, ne kanë ata u jenë përpjek në mënyrë që na të jemi sama, me dasht atë lëndën, se edhe na kanë ndihmue. Cili ka qenë raporti juaj me profesorët? Për arsye se ju keni kaluar një përvojë të jetës suaj, keni qenë nxënës, pastaj keni qenë profesor. Pra, keni qenë nxënës respekt juaj ndaj profesorëve. Dhe tash si profesor, periudhën kur e keni kaluar, a mund ta tërheqni një paralele ndërmjet respektit të asaj kohe dhe respektit të sodit që bëhet për profesorët në përgjithësi? Atëherë ka qenë respekti i duhur, edhe kur kam qenë unë nxënës ndaj atyne, po edhe mbasi kam ardhë prej studimeve, edhe atje kom diplomua në vitin 72, në qershor 72. Do të flasim gjithsesi për studimet tuaja jashtë vendit? Edhe kom filluar me një shtator në medrese deri në 2005. Edhe une kom pas respekt, apo po mendoj nxënësat, nuk kom pas vrejtje për 32 vjet, une nuk kom pas vrejtje në nxënësa asnjë, njëherë një bosnjak nuk o pajtu me notën, thash zlau sam. Thash pa ato e shmojune, unë e pyetja për një tjetër pyetje, ai më folke për tjetrën, ai që ato që folka ai, ishtë qashtu, e dike, po pyetjen teme jo, se nuk kom pas. Atëherë, të kthehemi pak edhe tek studimet tuaja. Ju keni qenë ndër të parët që keni filluar të dilni për studime jashtë vendit. Më konkretisht keni qenë në Bagdad. Po. Çfarë mund të na thuash për atë kohë? Sa ka qenë e vështirë që ta lëshosh vendin dhe të shkosh në një vend tjetër për studime? Sa kanë qenë vështira procedurat, pastaj akomodimi, ose si keni arritur ta gjeni veten në një vend të huaj? Këtu ka qenë problemi me dalë prej Jugosllavisë, nuk e dhoshin atë lejen pasove, nuk e dhoshin, por me gjithë atë e dhanë. Ma dhanë dikur, edhe kemi shku atje ka qenë një vit para meje, profesor Qazimi, tash dekani studime islame, edhe Ismail Ahmeti, edhe ata toni atje një njerëzi Shukriq, Zoti bëft rahmet në shpirtin ti, ai ne i kanë nxjerr bursat. Edhe për ne, edhe për ata, ai ka qenë shkollën e tretë në Bagdad, edhe i ka thirrë këta, ka thonë se unë nuk i njeh nxënësat e ju, kush janë të interesuar,
ja kanë dhënë emrat edhe kanë nxjerrë në divanu Leokaf. I kanë nxjerrë 20 bursa. Edhe Që në kupton se edhe atë kohë ky sistemi dhënies bursa për student ka qenë i aplikuar. po ka qenë. Do të vendet islame ka një kohë Po. gjatë që Pa na ishëm në Irak të partë që kemi shkua, edhe ka qenë një befasi e këndshme për ata që pe një shteti socialist me shku me studiue fen. Edhe si ka qenë Bagdadi atë kohë, a mund në përshkruash pak gjendjen, zhvillimin? Bagdadi në atë kohë, tash qita Qiran, tash mas mrami, që Sadami, atëherë, ata kanë ardhë në Korrik, ne këmë shku në shtator. Se ka qenë neve, ne ka pranua një tjetër qeveri. Ishtë sistemi tjetër. Po ishtë tjetër Abduselam Arefi ka qenë në kryet shtetit, po edhe këta, veç pak u duhet mi bo një farë reorganizimi se e pranuan ato që në kanë pranua ata, edhe kemi vazhduar. Sistemi ka qenë i atyne veç për studenta, për nxënësa, në kanë dasht populli, në kanë dasht vetë profesorat, në kanë ndihmu në vitin e parë, e mo jo. Bilim kujtohet një profesor, një Muhsin Abdulhamid, në ka dhënë tefsir, mas i ra Sadame, pa të formu një partije islame, e majti gjatë 2-3 muaj dhe e burgosën e tash nuk di kur gjë për të. Mirë, hoxhë nderuar, çfarë mund të na thuash për atë kohë? Sa kanë qenë arabët, muslimanët, sa kanë ditur për muslimanët që janë në ish Jugosllavinë atë kohë, do thotë muslimanët në Kosovë me tekst veçantë? Nuk kanë ditë, nuk kanë ditë. Ka qenë problem shkak i izolimit të muslimanëve apo? Jo, shumica e tyne Bosna dhe Herceg. Muslimov Janë identifikuar me Bosnën. me Bosnën edhe, se unë kam edhe në 80-ën kom qenë një simpozium në Spani. Po. Libia organizoj, po në ka qëj atje në Spanjë, se ishte me karakter botnor, por me pa bota, me pa që kanë punu muslimant, atëherë, 80-ën, para 1260 vjetë, pa qëfar përparimi këshin bo muslimant atje, atje e kanë qua, dhe atje te i më dalë në bine, këmë të reguë, se këmë pas kumtes, se në Kosovë musliman ka, janë me shumicë edhe janë me origjinë shqiptare. Kër e këmë krya atë, rektori Universitetit Damaskut, o dalim ka prit atje, ma ka dhonë dorën, tha ne ka dhonë një pasqyre, që se kemi ditë na, ne kemi mendua se muslimant janë vetëm në Bosnë e Hercegovinë, tjetër kënë heq, edhe e të regoha që prej kur kanë ardhur turqit edhe si... Jo, hoxhë nderuar, përmend se para se të shkonit në Bagdad, keni has në disa pengesa, pra nuk e kanë lëshuar pasaportën, ka qenë e vështirë që ta lëshoni vendin, po cilat kanë qenë pengesat ose problemet me të cilat jeni ballafaquar kur jeni kthyer prapë në Kosovë? Si ju ka pritur pushteti? Ose se kanë pritur, të them më mirë, një hoxhë të shkolluar? Pushteti nuk ka reaguar, ma vonë dikur të unë një farë lidhje ku folë diçka në lidhje socialiste, e o marë pushteti me punë të mija, se jo në fillim së përzije kërkush. E këtu në punë mirë, njëherë më ka thonë më boj mamë, në gjemi të jashis, kryesia, thash, unë nuk po i boj behon e gjemis, se është detyre shejt që ka kryo dhe pejgamberi a.s. Ato thash po, nuk e kom zonin, e aty ka qenë një havuz Hakia, ka qenë një havuz Iljaz, që e kanë po zonin e mirë, e popli kanë qef mi gnaqe dhe vesh, edhe po më duke që kontributin ta mund të jepim ma shumë në medrese, edhe më pranuan.
Keni qenë për, si që përmendë edhe më parë, për më shumë se 3 dekada profesor në medresi. Se kujtoni atë kohë, atë periudhë? Periudhë ato mund të quaj periudhë e artë. Edhe studimet i quaj periudhë artë, se në medrese une kum shkua me gjithë vullnetin tim se profesionin përveç që duhet me krye, për duhet edhe me dasht. Unë edhe kom dasht profesionin, edhe kom dasht lëndën që e kom dhonë historinë islame, edhe nuk e harroj atë, edhe tash ju mundu me dhonë atë kontributin tim në atë Gjithsesi ne do të flasim për përvojën tuaj si profesor në medresinë e Mesme Laudin, por si thua ta bëjmë një pauzë të shkurtër. E të kthehemi prapë. Të nderuar miq, ne do të bëjmë një shkputje të shkurtër për të kthyer prapë me profesorin tonë të nderuar, Hoxhen Bajrush Efendi Ahmeti. Qëndroni me ne. Ja ku kthyem sërish të nderuar miq për të vazhduar bisedën tonë me Hoxhen e nderuar Bajrush Efendi Ahmetin. Hoxhë nderuar, nga përvoja juaj si profesor i lëndës së historisë islame, sa mendoni se populli ynë është në dieni për të vërtetat islame? Sa e njohin ata historinë e vërtet islame? Tash ka literaturë, dikur s'ka pas, edhe në medreset e vjetra sa kuptu për i hoxhve, nuk e kanë pas në plan program, nuk kanë pas histori. Historinë islame. Historinë islame nuk e kanë pas. Ata hoxhëllarë që e din historinë islame, e kanë bo prej veti, Ka qenë prej aktivitet kureshtes, po. jashtë plan programit shkollor. Jashtë plan programit edhe nuk ka pas shumë, e tash ka literaturë, kur unë e kum nisë në 72-ën, 73-ën e kum bo një skript njëherë për vit 2. Sa për nevojat e nxënësve. Veç për një vit, se unë e kum punua ma shumë se nxënësit, se s'ka asë një klasë nuk ka pas tekst. Edhe tjera tekste, po edhe histori jo. E kum kry ato, e kum nisë historinë e pejgamberve, si Mulla Sherifi, rahmetullah alej, a im ka propozua, tha po ti masi po përën, tha po bëne liber. Edhe e kum pëlqyë, edhe e kum bo të një liber. Në atë kohë, ka qenë libri i parë, komplet një liber, me përbojtje. Jo vetëm për historinë islame, po ka qenë si libri i parë shkollor për nxënësit në përgjithësi. Edhe për si... A ka patur në lëndë tjera libra që janë botuar? Do në thotë ka qenë libri i parë, sa i përket mësimeve fetare. Libri i parë, edhe është përdor për vitin e parë, historie pejgamberve, edhe janë interesua tash larg lavdit, po 20.000 copë jenë shku për një vit e gjysë. Mashallah. E kom bori botimin e dytë dhe 10.000 copë, e kom bo tretin. Unë 8.000, medresja 2.000, veç dhe me thonë 20.000 exemplar. 20.000 exemplar jenë shku e tretash. Sukses. Se nuk ka pas, edhe ka shku, kuptohet edhe në Macedoni. Dua prap të lidhem me çështjen e historisë, por edhe me këtë aktivitet tuaj, pra me shkrimet tuaja. Përveç tjerash, ju në vazhdën e librave për historinë, keni bërë edhe një libër që ka të bëjë me historinë fetare, por që ka të bëjë me popullin tonë. Pra me historinë e shqiptarëve me islamin. Do doja t'ju pyes më konkretisht. Se shihni këtë debatin që është ndezë kohëve të fundit për kitazi me historinë islame, ku qarqet caktuara
mëtojnë që në një farë forme atë periudhë të popullit tonë të paraqesin si periudhë të errët. Kanë disa teza shumë të çorëditura që në një farë forme perandorinë osmane e shpallin tërësi si barbare, si terrorizuese, si një perandori që vetëm ja kemi parë të keqen. Po kjo është teori atyne që nuk e njohin parimet islame, se për çdo kënd deri vonë ka qenë çka është fetare E refuzuar. e refuzuar dhe nuk vlen. Po këtu ka dhe nacionalizma këtu që nuk e pëlqen atë, se perandoria osmane sa ka qenë që ka vepruar sipas Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit, ka qenë triumfuese, po nuk mund ta quajmë se njëherë mos bani pyetjes, a kanë qenë turqit osman okupues ose kolonizator, unë kom thënë jo. Ka bon ajo pyetje në Radio Kosovën, një tjetër thonë njeva që ka i the, të gjova që ka i the ati, po unë nuk pëlqej, unë thëmë se ka qenë okupuese. Thash ti s'ke faj se ti i ke kryet me literaturë anti-islame, me literaturë të komunizmit, qashtu Është çështje indoktrinimi, do të thotë. rrethin e ke pas qashtu. Thash po me ty nuk do të merrem shumë, thash unë ty vetëm një pyetje. Thash ama gjoni koloni islame në botë. Koloni islam, jo s'ka valla, tha. E thash Do të thotë muslimanët nuk janë pushtuesit, janë të pushtuarit. Masi nuk ka koloni në botë islame, atëherë këta kanë qenë shpëtimtar. Se edhe në Spanjë ka thirrë, kënd Gjiliani ka thirrë. Edhe në kohën e qitina që peqesin sultani madhëshëm Sulejmani, kjo është degradim në nënçmim Deformimi i fesë, i të vërtetave të historisë. të historisë edhe të Sulejmanit. Sultan Sulejmani, kur ka sundua, shteti Osmani ka pas 14 milion kilometra katror. Nazi në Afrikë dhe në Evropë. A i ka vdekë të Beogradi, e ka nështru Beogradin, ka qitë themelin e xhamisë që jo tash, që kjo që jo mbet Bajrakli, se 270 xhamia ka pas Beogradi. Po, Kishte me qenë mirë si një lloj mesazhi për shikuesit që të mos e shikojnë atë serial për arsye se ajo çfarë trajtohet nuk ka të bëjë me të vërtetën aty. aty ajo është anti-islame, po tash bota komercializua A e vërtet. edhe Po, profesor, të kthehemi prapë në kontekstin tonë. Islami tek shqiptarët është përhapur me dhunë apo? jo, nuk ka përhapse, po t'ishte me dhunë njeriu mundet me të marrë diçka me dhunë. Me të dhunë së të merë. Ashtë, Po dhe me dhunë si të largohesh e gjuhën. e vërtet. Jo, Shembull shumë interesant. nuk është, Fakt shumë i rëndësishëm. nuk është. Po mirë, përveç këtyre shkaqeve që i përmendet, do të thotë se ka qenë pyetje një nacionalizëm i tepruar, një nacionalizëm ekstrem gjatë hulumtimit dhe studimit tuaj. A keni mundur të vrejni ose të nënvizoni ndonjë shkak tjetër pse në qarqet akademike po quaj kështu, ka ekzistuar kjo frymë anti-islame, kjo frymë me këto urrëtie kaq të madhe për islamin dhe për muslimanët? Qërët këtu është, këta unë edhe në habit në ka herë që jepin edhe do sugjerime, jepin edhe do harë, si quin fetva, a ka lexu një libër të fesë, a se ka lexu asnjë, edhe dojnë me gjyku islamin. Ato duhet me pas me fakte, me argumente, ato argumente s'kan, po ona islam për islam fol çka dush, s'prish punë. Veç mos me Do thotë këta nuk janë mbështet në burime islame, Ja, po janë mbështet në burime tjera, kryesisht në burime të orientalistëve. orientalist, po edhe qyre, edhe ata orientalist që jenë të sinqert,
Edhe ata Kanë dëshmuar të vërtetat islame. kanë dëshmuar të vërtetën shumë prej tyre, si është ai Thomas Arnoldi të tjerë, këta nuk kanë kur farë baze, po gjuhë i gurë, si në pus, s'ta kthe kush knena, qashtu se nuk kanë. Profesor, do doja prap të kthehemi pak edhe tek debati që përmenda më parë, për arsye se e shtjellum pak edhe terminologjinë. Ka qenë një nismë me kërkesë të Turqisë që të bëhen ndryshime në historinë tonë. Disa po e quajnë ndryshim, ndërsa të tjerë, ata që janë, si them, më transparent, po thonë se kemi të bëjmë në fakt me përmirësime historike. Dhe natyrisht të dy terme, ndryshimi dhe përmirësimi, janë edhe dy koncepte të ndara. Për arsye se ndryshimi, sikur disa që edhe po e bëjnë këtë debat, po e shohin sikur ndryshim të historisë. Ndërsa ata që po thrasin për përmirësim, po thonë fakt se e vërteta qëndron aty se historia jonë është shkruar nga armiqtë tanë, dhe kësaj ne duam ta përmirësojmë historinë. Cili do të ishte komenti juaj për këtë? Këto historia është histori. Veç thuaj qësh është realitetin, dele vërteta, e këto ende tash edhe në këto historinë e klasës 5-6, ato shtyllat e islamit, E vërtet. po thonë edhe Janë përshkruar gabimisht. janë përshkruar gabimisht. ato Shumë e vërtet. fëmija e merë edhe i ngulitet, që ato që mëson në rinia i ngulitet, Ashtu. ato duhet me bo përmesime, me hjek edhe ofendimet. Islamin nuk ofendon. Islamin nuk ofendon, e ato ofendime duhet hiqen. Çka e ofendojnë Islamin, Fakt kjo është edhe shtrembrimit vërtetave islame, Po, për arsye se 5 shtyllat kryesore, ato janë baza themelore të fesë, dhe devijimi ose keqinterpretimi i tyre ka një rrezik të madh për fenë. Por mirë profesor, këtij aspekti, do të thotë të vërtetave fetare, të vërtetave historike që kanë bëjnë me fenë, sa i kushtohet rëndësi edhe në çarqet akademike, ta zëm në institucionet ndryshme, në fakultete, apo edhe në institucione më të vogla, për shembull në medrese ose edhe në xhami. Sa duhet ne që të merremi me historinë? këtu më varet krejt edhe ta profesorët dhe akademikët, më varet prej familjes. Ose qasjes, çfarë? Aty se këto mundet me qenë akademik, po nuk i njeh disa gjëra që duhet i njeh. Po. Edhe për mos me ra pak në gjëra qesharake, një akademik me fol disa gjëra të pavërteta, që i di gjithë kush që janë qashtu, po duhet të kenë atë që edhe E vërteta mbi të gjitha. Duhet ta thonë vërtetën. Edhe në xhami duhet folet e vërteta, e tash dikush e pranon, dikush e pranon, qëllimi është me thonë të vërtetën, për mos me dal para Zotit shejtan me met. Ashtu. Se sa këto një hak, shejtanun ahres, Ashtu. Ka Ai që thënë nuk e thotë pejgamberi. vërtetën është djallë me mec. djallë me met. Po, profesor, në formimin e një thirrsi, në formimin e një hoxhe, sa ka ndikim historia islame? Çfarë mbështetje shpirtërore paraqet për një musliman të zëm koha e pejgamberit alayhis salatu wassalam, pastaj kohët vijuse, kohët e sahabeve radhiyallahu anhum, pastaj kohët e muslimanëve të tjerë. Pra, sa është e rëndësishme për formimin e tij mbështetje ose referimi historisë islame? Po sigurisht ato edhe Zoti Gjeleshon edhe në Kur'an ka thonë që pejgamberin e keni usve hasene. Shëmbëltyr, model Kultur, i përkryer. po, model i përkryer. Edhe çka të flish për pejgamberin alayhis salam, gjithçka është në mbështetje të historisë. Edhe të vazhdimit me veprua
sipas historisë. Edhe Hulefaj Rashidinët, edhe ata, edhe sidomos këta 4 haliftë e parë, ata janë shembulli i të gjithëve. Për shembull, e kemi Omerin radiallahu anhu, kur ka qenë halifi muslimanëve, në Irak me ngorë di gomor, tuta që Zoti merr në pyetje se Këtë nivel ka qenë përgjegjësia. përgjegjësia se mos ka ngorë pa pi ose pa ngrënë. Ndërsa sot vriten me dhjetëra mira dhe njerëzit nuk çajnë kokën për Ose, popujt e tyre. Shembulli tjetër, prapë për Omerin, kur e ka falë një herë Jacin, o dalë në për qytet, s'ka pas drita atër kur tash, po ka ndigju do fëmijë duke qajtur. Edhe afruaj pi ndigjon, po qajnë. Edhe pe ndigjon nëna vetë, po thot, qka? Po thot atyne, u pas qafë Omeri. Kuj atëherë të trokit në derë. Thot, që kanë qëta fëmijë? Thot, po qajnë pa hongër, s'kanë me hongër. Unë po mundoha mi mashtruhe. Po e pse the, u pas qafë Omeri, ajo s'peti që kjo Omeri. Tha, pse ajo përgjez. Tha, po nashta se din, tha, mëse ditë pse rrinë halif. E tash, shkon ai në depo të shtetit, e merr një thes. Me ushqim. Miell, edhe ja qën trokit prap në derë, tha ta qoj Omeri. Tha, ku konte i tash. Në thot, kjo ka qenë modestia një... Po, sunduesi, një halifi. E këta tanë tash, sa dalin një emision që del edhe në jam Kosovë, unë sune këqyri atë. E këta pushtetarë tanë, se kanë gajle, vetë kanë bo palatët, kanë bo ato. Fatkeqësisht, Kua përgjithësia. mungon ndjenja e përgjithësisë. Kua përgjithësia. Se Profesor, gjatë pjesës parë të emisionit e përmendet një fakt që për mua shumë i rëndësishëm. Thatë se juve në fillim ju është ofruar pozita imamit në xhami, e pastaj për shkak se nuk keni patur një zë të bukur, keni kërkuar që të shërbeni dikun ku jeni më kompetent. Do doja t'ju pyes diçka më konkretisht. Sa është e rëndësishme sa është i rëndësishëm profilizimi i hoxhallarëve në aktivitetet e tyre. Thonë me qartë, sa është e rëndësishme që secili ta di atë që mund ta kryejë në formën më të mirë, pra ta di se ku është kompetent më mirë që ta bëjë një punë siç duhet. Unë thash edhe më parë që profesionin duhet edhe me dashtë. Si të donë profesionin, atëherë edhe suksesi edhe kontributi është... Nuk mungojnë. Nuk mungon. Unë tash për veti po flas, për 32 vite, unë 3 orë i kom humbë, për punë të mia. Se ja kom dhonë edhe kryeredaktorit të diturisë një intervistë. Sumës, i kom thonë qështu, aje ka shku, thash, për punë të mia private. Se kështu kur shku, se kom qenë 7 vjetë dhe sekretar në medrese, i më shku zyrtarisht diçkun. Amo për punë të mijat, 3 orë i kom humbë. Unë e kom konsideru se një orë e jemja është 35 orë. Se klasa mas pak i ka pas 35 nxënës. Se cilë nxënës ja kom humbë ka një orë. E është pashtu, është fëmija shmut, është që ke punë pa mu, unë e kom krye punën, masi punë, kom krye tjera punë të shpisë. Profesor, ju keni qenë përveç si profesor, keni ushtruar edhe pozita tjera në medresinë e mesme Alaudin. Keni qenë për një kohë dhe drejton, nëse nuk gaboj? Jo, nuk kam qenë, kom zavendësua profesor Qazimin. Po, keni qenë sekretar. Po, sekretar. Sa ta bëjmë një krahasim, cilat janë sfidat e medresesë asaj kohe dhe sfidat me cilat përballet medreseja sot? Duke patur parasysh se tashmë shoqëria është
më e hapur, sfidat janë më të mëdha, pastaj mund vresh një lloj degradimi moral që dita ditës po e hasim tek të rinj. Pra, mund ta bëni një krahasim ndërmjet sfidave kur ju keni qenë këtë post administrativ dhe sfidave të sotit? Unë e kum krye edhe detyrën e sekretarit, edhe të arkatarit, pa dëshirë, po qashtu ishtë. Kanë qenë nevoje, po, nevoj, edhe mësimin. Po, unë e kum krye, për shembull, kum krye edhe orët, historinë islame, kum thonë në gjithë. Njëjtën kohë edhe ligjërus, edhe në këtë pozitë. Edhe në ora 2, unë e kum krye ato punë. Masanej, pasi, alhamdulillah, u plotësuan orët, e kanë marrë sekretar në damaz, arkatar në damaz, edhe ka herë. Jeni ankuar se ju është bërë e pa drejtë, për shkak se ju keni kryer më parë këto detyra. Profesor, para se ta përmbyllim këtë bashkëbisedim, do doja shkurtimisht t'ju pyes edhe për dy gjëra shumë e rëndësishme. E para, ju jeni autori disa librave. Sa mendoni se libri islam sot po e gjen veten? Ose cili është vlerësimi juaj për librin, për arsye se fatbarësisht sot kemi shumë literaturë fetare, por sa mendoni se ajo që po trajtohet në për libra është e qelluar? Që tash literaturë ka mjaft, lexues nuk ka. Që aty problemi, se me pas lexues sa ka literaturë tash, nuk na kish mungu kur gjë, nuk na kish ku për dije. Po, nuk me di tash ku është një farë negligjence, edhe në për libra, po mendoj, në për shkolla tjera, është ma ndopë që ashtu ma, me gjithë se kanë atje, po tash, mus po ndikon paka shumë edhe interneti. Edhe interneti. Interneti është edhe i mirë edhe i keqë, si mas meje. Interneti është i mirë mu aftësuar të, po ju edhe mu dhonë mas ati, mu mbështet e milion gjana tjera. Do thotë kjo ndikon edhe në zbehjen e saktësisë të një libri. Për fund, profesor, me qenë se prezantohet dhe në fillim që jeni profesori gjeneratave të tëra, cila do të ishte këshilla ose porosia juaj për aktivistët fetar në kohën tonë, më konkretisht për hoxhallarët? Për hoxhallarët edhe për të gjithë edhe të tjerët është me punue pa ndërpre, me punue sikur që ka thonë edhe pejgamberi, punoni për këtë botë sikur s'keni me vdekur, punoni për botën tjetër si me vdek nesër. Kjo është se pa punë, edhe mos më thonë tash për shembull imamët, që ato imamët mos pikëqyr tjera. Jo, të gjitha lëmit. Angazhim shumë anshëm me qenë edhe me kontribua sa ma shumë, po edhe mos me këshyr punën e të ardhurave, se kom qenë njëherë, dhe të për dalë pitime për në Gjermani, për Ramazan që atje këta farazilant, thëshin, për në kthejnë. Thash që nuk marrë pjesë, që me imam, thash po, marrë pjesë në vërrim, e thash veç, s'ku marrë pjesë në asë në vërrim që ka vdek dikush nga uria. Sotut e thashe, sotit. Do të thotë lidhja më e madhe me krijuesin. Me krijuesin. Edhe me punua, edhe me pas, me qenë sinqert se feja islame don iman, amel, ihlas. Kryesora e ka të tjera. Besim, punë dhe sinqeritet. Sinqeritet, që ato që kanë bëhet, më bo për Zotin Gjeleshanu. Atëherë, profesor, unë të falenderoj shumë në emrin tim dhe në emër të shikuesve tanë. Ishte kënaqësi e jonja që ju patëm sot në emisionin tonë. Zoti ju shpërbleft shumë. Të gjithëve, inshallah, faleminderit për ftesën. Kur të kyni diçka që ka të mujë me dhonë. Gjithsesi ju kemi parasysh. Miq të nderuar, këtu po e përmbyllim emisionin tonë me profesorin dhe hoxhen tonë të nderuar Bajrush Efendi Ahmetin. Takohemi në emisionin e ardhshëm me një hoxh tjetër. Deri atëherë,
ju lëm në përkujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh